Një raport tronditës i publikuar nga Carnegie Europe zbardh prapaskenat e errta të projektit gjigant në portin e Durrësit, duke vendosur Shqipërinë në qendër të një skeme të investimeve të ashtu quajtura kapital koroziv. Projekti i promovuar nga qeveria si rilindja e Bregdetit shqiptar ka rezultuar të jetë një transaksion i mbushur me mungesë transparence, favorizim të investitorëve të huaj dhe zhvendosje të kostove mbi taksapaguesit shqiptar. Plani prej 2 miliardë eurosh për transformimin e portit në një marinë luksoze me kulla, hotele dhe vende ankorime për superjatet është mbështetur nga kompania e lidhur me Emiratet e Bashkuara Arabe Eagle Hills, e njohur edhe për projekte kontroverse në Ballkan. Por raporti i Carnegie tregon se pas fasadës së zhvillimit fshihen rrezik financiar dhe cënim mjedisor. Sipas dokumentit, gjysma e kapitalit fillestar prej 160 milionë eurosh është garantuar nga shteti shqiptar, ndërsa pjesa më e madhe e fondit do të vijë nga paratë fituara nga shitja spekulative e pasurive të paluajtshme. Më shqetësuesja, projektit janë dhënë privilegje të jashtëzakonshme, si përjashtim nga kontributet sociale dhe mungesë të procedurave të hapura të tenderimit. Kjo kontradikt e hapur me rregullat e ndihmës shtetërore të BE-s i ka kushtuar Shqipërisë edhe heqjen e një granti për 28 milionë eurosh nga Komisioni Evropian. Raporti e krahason projektin me skimat e ngjashme në Beograd dhe Maltozi, ku parimet e sundimit të ligjit janë anashkaluar në favor të modernizimit të shpejt në kurrizë të institucioneve dhe natyrës. Ndërkohë, zhvendosja e portit tregtar drejt Porto Romanos po kthehet në një projekt paralel të mbuluar me fonde publike, ku rreziku mjedisor dhe kostot që të kalojnë 600 milionë euro rëndojnë sërish mbi shtetin. Ajo që nisi si rilindje bregdetare, në fakt është një transformim ku publiku humbet dhe investitorët fitojnë përmes ligjeve të personalizuara dhe procedurave të errta. Raporti e quan Durrësin shembullin më të qartë të kapitalit koroziv, që gjen terren në vende me qeverisje të dobët dhe kontroll të pakt publik. Në fund, qeveria shqiptare ka premtuar mira vende pune dhe prestigj në arenën turistike, por për momentin, qytetarët përballen me një faturë të kripur financiare, një ndotje të zhvendosur dhe një mungesë alarmante të llogaridhënies, ndërkohë marina shkëlqen, por në sipërfaqe gjenden problemet që thellojnë krizën e besimit në institucionet publike. Raporti përmend Porto Romano, kostoja mjedisore e kapitalit koroziv, ndërsa projekti i jahteve dhe marinës së Durrësit ekspozoi mekanizmat financiar të kapitalit koroziv. Porto Romano zbuloi koston e tij mjedisore. Ajo që filloi si një rizhvillim i portit kryesor të Shqipërisë për turizëm luksoz, ka krijuar një reaksion zinxhir të zhvendosjes ekologjike, errësirës institucionale dhe përgjegjësisë publike. Në flamurin e modernizimit, dotja nuk është pastruar, por është zhvendosur dhe llogaridhënia është zëvendësuar nga diskrecioni. Kapitulli i mbyllur, ligjet e anashkaluara, rasti i Malit të Zi. Mali i Zi, një ndër vendet më të avancuara drejt antarësimit në BE, donse ka mbyllur disa kapituj si ai për prokurimin publik, ka nënshkruar marrëveshje investimi që i anashkalojnë rregullat themelore të BE-s. Në qytetin bregdetar të Ulqinit, projekti miliarda eurosh në Velika Plazha, një nga plazhet më të gjata në Adriatik, u promovua si shembull modernizimi, por në realitet, marrëveshja mes qeverisë dhe investitorit Eagle Hills përjashtonte çdo detyrim për tender apo transparencë. Projekti Belgrade Waterfront është një rast flagrant ku kapitali i huaj shfrytëzon poshllëqet e qeverisjes. Investitori nga Emiratet e Bashkuara Arabe mori përjashtime nga tenderat, taksat dhe planet urbanistike, ndërsa qeveria serbe ndryshoi ligjet për t'ia përshtatur projektit. Ajo që u promovua si simbol i rilindjes urbane, në fakt u bë sinonimi i kapjes së shtetit, abuzimit me pronën publike dhe mungesës së transparencës.